Përshëndetje miqit të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s. Po fillojmë emisionin e radhës Dialog të Lajmi. Për të ftuar të emisionit të sotëm kemi liderin e Lëvizjes Demokratike zotin Izet Megjitin, respektivisht kryetarin e komunës së Çajirit. Mirë se erdhët zoti Megjiti. Mirë se vjen. Edhe analistin e përhershëm të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s zotin Florian Nesimi. Mirë se erdhët. Mirë se vjen. Faleminderit. Zoti Megjiti, sapo përfundoi kongresi shumë paralajmëruar, i cili shpeshherë u cilësuar nga mediat, por dhe analistë ndryshëm si kongres i fshesës, si kongres i ndryshimeve të mëdha, po megjithatë në kreun vertikalen e kësaj partie arritën akoma disa ishlejtar në pozicionet kyçe si fjala bie Ali Ahmeti, Bujar Osmani, nën kryetari i partisë dhe sekretari i përgjithshëm Arbar Ademi. Nga këndvështrimi juaj si dikur edhe si antar i kësaj partie dhe si njohës i mirë rrethanave në këtë parti dhe në politikën e përgjithshme këtu në Maqedoni, ndodhi ndryshimi ai që me pompozitet u paralajmërua në këtë parti? Pas në kongres po mendoj, flasim për punimet e kongresit. Po, tash nuk I di detajet se domethënë proceset mbrëmshme atje, po për jashtë shifët nuk kumpo ndonjë kongres I cili ka prodhu aq shumë pakënaqësi. Domethënë pakënaqësitë kanë qenë në kulminacion nga gjitha vendbanimet, nga strukturat ndryshme dhe karakteristika është mbeti Ahmeti dhe I lëshoi në ujë domethënë gjithë ato bashkëpunëtor të tjerë të vjetër dhe I ngjatë domethënë kongresi komunist edhe pas Tito të gjithë zaventsohen, po I parim nuk merr përgjegjësi edhe nuk zaventsohet. Dhe karakteristikë dytë domethënë që shifet e pakënaqësia është kryesia apo kongresi I bedelve, domethënë nuk është filoni, po ka delegu dikant tjetër në emën të tij, pra thjesht është një lloj improvizimi I zbekt dhe mendoj se është fillimi I fundit të këtij subjekti politik fatkeqësisht I themeluar domethënë me shumë entuziazëm nga shqiptarët. Kjo është ajo që shifet për jashtë, më tepër dhe s'kisha dashur, domethënë të merrem është çështja e brendshme e BDI-s. Zoti Florian, ju merreni me analizat dhe komentet edhe të këtyre zhvillimeve, sidomos të punimeve të kongresit të fundit në BDI-s. Fjala bie në rast se edhe sikur do të kishte ndodhur këto që I përmenda pak më parë, kishte pasur vërtet ndryshim esencial. Po të mos ishte ndryshuar në parti Ali Ahmeti, mund të konsiderohet si ndryshim? Kjo kongresi që u mbajt megjithse nëpër mediumet dhe nëpër këto rrjete sociale u munduan ta paraqesin si diçka pompoze kështu dhe madhështore, mendoj se te qytetarët kaloi pa ndonjë bujë të madhe. Edhe mund ta shihni domethënë drejt të nesërmen mas kush nuk e bisedonte këtë temën e kongresit, nuk pati ndonjë bujë. Edhe kjo nga shkaku se qytetarët duket se e kanë kuptuar se këto ndryshime janë vetëm ndryshime kozmetike dhe në thelb nuk ndryshon asgjë. Pastaj është çështja edhe të disa emra, nëse shohim kryesinë e ngushtë, aty kanë mbetur përsëri personat e njëjtë, e kam fjalën kryesia e ngushtë sekretari dhe nënkryetarët, edhe janë persona të cilët gjatë këtij historiku të BDI-s kanë mbajtur funksione të ndryshme shtetërore dhe deputet që nga viti 2008 e këndej, dhe mendoj se janë po ashtu disa persona ta themi kështu troç që në di zgjedhjet e fundit kanë pësuar humbje në vendbanimet e tyre dhe mendoj se një politikan I cili 2 dekada ka qenë në pushtet edhe nuk arrin që të fitoj në zgjedhje në vendbanimin e tij, mendoj se nuk ka më në të ardhmen çka t'i ofroj as partisë së tij, por as edhe popullit shqiptar në përgjithësi. Pastaj kur jemi te reforma, mendoj se nuk mundet me u reformuar diçka që është deformuar. Dhe nëse e vetmja gjë e cila mund
ta shpëtoj BDI-n nga vdekja politike, ta them kështu, në thojza është një transformim, do me thonë, total i partisë, mirë po transformimi nënkupton ndryshimin e të gjitha emrave, duke filluar edhe nga kryetari, liderit, posaçërisht, se pa ndërheqjen e liderit nuk ka reforma. Mirë po transformim është kur ndrohet edhe ideologjia, edhe emri, edhe logoja. Një tentativ të tillë ka patur BDI-ja kur u përpoq të transformohet në parti e gjelbërt, mirë po ajo ju dështohej, do me thonë, shumë shpejt, nuk e di për çfarë arsye. Sidoqoftë mendoj se BDI-ja hyn në një fazë ku nuk do të vdes kështu, nuk do të shembet politikisht për një herësh, mirë po faza, kështu me slow motion, si me tha. Zoti Megjiti, Floriani thotë se hyn me një fazë ku faza do të vdesë me thojza politikisht BDI. A mendoni krahas atyre ndryshimeve kozmetike që ishte? A mendoni se megjithatë u pan edhe disa emra që janë akoma të pak konsumuar politikisht? A ka energjia, do të ketë kapacitet BDI-ja për të rikthyer kushtimisht? Mendoj se tash prapë kthehemi asaj. Para BDI-ja ka ardhur në një fazë keq me Ahmetin, edhe më keq pa Ahmetin. Do thonë ngjashëm si në Shqipëri Partia Demokratike. Mendoj që është në atë fazë dhe do të shkon në rënje të lirë, sepse nuk shoh aty vullnet për të hap krahun, domethënë për të bërë një reformë të thellë, po thjesht për ta mbajtur si kapital, si i privatizuar, domethënë, edhe për të mbrojtë vetë dhe familjarët, dhe mendoj që do shpajtohem këtu me Florianin që është në rënje të lirë, domethënë gradualisht do jetë rënja evidente. Dhe ju mund ka pak edhe një moment tjetër aty, po është do rezoluta për t'i dhënë pompozitet kongresit. Keni një subjekt politik i cili në vazhdimsi flet këto 15 muaj për degradim të çështjes shqiptare, dhe kur shqiptarët presin se do dalin në ide kreative se si të fuqizohet, faktorizohet elementi shqiptar në Maqedoni, ato dalin me rezolut për si ta betonojnë unitarizmin e këtij shtetit unitar, që nuk dallon as pak pra nga koncepti vëmëros, i sidomos i levicës, domethënë është një vardisje në vazhdimsi flet për degradim çështës shqiptare, a në kongres i vardiset palës maqedone me koncept unitar. Pra thjesht e kanë humbë rrugën, pra diçka tjetër flasin, tjetër bëjnë, dhe vetëm insinuime kanë se si të kthehen në pushtet për mbijetesë. Zoti Nesimi, rezolutat e migraturat të cilat i përmendi Megjiti, mendoni se janë një lloj karemi apo një lloj bombe kurdisës e mjekullës për të mjegulluar ato tentativat e shkuarjes të poshtë partisë? Te këto rezoluta duhet patjetër të përmendim diçka që ishte si një risi, mirë po që unë mendoj se edhe vetë ato ndoshta nuk e kanë bërë me qëllim, mirë po nuk e kanë menduar mirë, sepse mendoj se shkon në dëm të interesit të shqiptarëve. Ajo ishte formimi i qeverisë sipas shumicës së Badenterit. Edhe mendoj se është dashur të analizojnë më mirë këtë çështje dhe të argumentojnë më mirë dhe të elaborojnë siç duhet, e jo vetëm ta lishojnë ashtu në ajër si ide, sepse kjo mund na sjell në të ardhmen dome të pariparueshme pastaj. Pse mendoj kështu? Sepse më përpara BDI-ja gjithmonë ka insistuar në formimin e qeverisë sipas parimit fituesit me fituesin. Dhe ajo është çdo gjë në rregull, nuk është askush besoj kundër asaj. Mirë po tani kjo është e kundërta. Formimi i qeverisë me shumicën e Badenterit nënkupton defaktorizimin e partive shqiptare dhe u jep peshë politike deputetëve që janë të etnive tjera, si që janë turqit, serbët, boshnjakët, vlehët, hebrejt, tani kemi edhe një hebre, sepse partia e cila do të pas zgjedhjeve, do me thonë që do të mbahen, partia e cila duhet që të hinë në qeveri, duhet pastaj të merret edhe shumicën e Badenterit, ku bëjnë pjesë edhe këto etni tjera, sepse një parti shqiptare ndoshta vetë në situata të ashme mund mos e ketë vetë ajo Badenterin, dhe të duhet në këtë rast që t'i lusë
deputetët e etnive tjera për të formuar qeverinë. Tani për shembull në këtë përbërjen parlamentare Levica i ka 2 deputet që janë të etnive tjera, e ka një turk dhe një bosnjak. Edhe mendoj se kjo mund të krijoj në të ardhmen një precedent shumë të keq, për shkak se ato pastaj do të fillojnë të kurrëzojnë partitë shqiptare. Edhe dita çka mund ndodh për shembull këto partitë kryesore, Maqedonase, VMRO dhe LSDM-ja, në të ardhmen në listat e tyre zgjedhore të futin sa më shumë deputet në etnive tjera, që pastaj gjatë negociatave për formimin e qeverisë, ato do të fillojnë që ta kurrëzojnë partnerin e tyre shqiptar me çështjen e badenterit. Sepse kur ndryshohet një ligj, edhe kur ndryshohet kushtetuta, ku përcaktohen këto gjëra, ato nuk ndryshojnë vetëm për momentin që na konvenon neve tani, mirë po edhe ndryshon edhe për të ardhmen, dhe ne nuk e dimë në të ardhmen në çfarë momenti mund të vim që ndonjë deputet i etnive tjera të na kurrëzoj. Ti tani mund ta kesh badenterin, por çka nëse në zgjedhjet tjera nuk e ke? Prandaj mendoj se ato vet nuk e di sa e kanë analizuar mirë, edhe nuk do të ishte keq që dalin të paktën të argumentojnë dhe të elaborojnë, ose tek e fundit edhe të tërhiqen nga kjo rezolutë. Zoti Megjiti, një temë e cila që nga java e fundit po vazhdon të ruan konstantën e vetë të aktualitetit është edhe ajo e bashkimit të 4 subjekte politike të koalicionit Vlen. Cila do të ishte ajo metoda më e mirë sipas vlerësimit tuaj për ta zgjedhur liderin, kreun e koalicionit Vlen apo subjektit politik në të ardhmen Vlen? E para edhe kështu si është, pra është koalicion fitues. Do të thonë nuk ka ndonjë presion për të ndërmarrë diçka për ta ndryshuar sa më shpejt këtë çështje. Pra edhe kështu si është, nuk ka problem të funksionimit, ka një sinkronizim, bile mund ta me përgjithësi që edhe kur kom qenë pjesë e një subjekti, të ish subjektit ka pas ma shumë përplasje, ma shumë dallime, ma shumë fërkime se sa tash që jemi brenda Vlenit. Brenda Vlenit 4 subjekte, po këtu janë domethënë edhe një farë mënyrë indirekte edhe vetëvendosja edhe arbëria si lëvizje e re, pra janë 6 subjekte. Dhe kjo nuk është karakteristik të shqiptarës, se zakonisht shqiptarët janë mësuar historikisht të shohin përçarje, përplasje. Fatmirësisht po ndodh e kundërta, jo që jemi bashku, po kemi fuzionu domethënë edhe subjekte tjera brenda neve. Po për hir të vërtetës, edhe unë vlerësoj që mënyra më e mirë, më efikase për të arritur potencën politike të Vlenit duhet pra të shndrohet në një subjekt politik, sepse në këtë mënyrë pra do rrit fuqinë absorbuese më më e madhe tek elektorati, sidomos pas këtij kongresi, do rritet potenca politike edhe brenda ekzekutivit, edhe vis-a-vis faktorit ndërkombëtar, sepse Maqedoninë e presin edhe zhvillime. Edhe në këtë mënyrë mendoj që faktorët, argumentet shkojnë në drejtim të asaj që Vleni të jetë një. Në këtë drejtim, pra brenda kryesisë, brenda liderëve kemi bisedu, kemi hapur me njëherë mbas zgjedhjeve, kemi rihapur, domethënë me njëherë pas zgjedhjeve, me argumente pro dhe kontra, me ide konkrete, ka pas një ide e rotacionit të 4 liderëve, një ide e bashkëkryetarëve, domethënë që ka funksionuar në sistemin, domethënë në Gjermani të partia Gjelbër, të disa parti tjera, është lëvizja Guxo në Kosovë, ku fillimisht kanë funksionuar Vjosa Osmani dhe Faton Peci. Pra ka dhe ide tjera kreative, pra janë duke u shoshit këto për të gjetur modelin më të mirë se si të fuqizohet edhe më tepër Vleni. Qëndrimi i subjekteve tjera politike lidhur me këto opsione si është? Koalicionit plasjes. Jo, ka domethënë mundet për një ide të jemi me një një ide tjetër të jemi në kundërshtim njëri me tjetrin, pra nuk ka presion prej antarësisë opinionit për nuk ka vija të prerë, domethënë se shembulli Zeti Bekim Sali mbaj një qëndrim, Bekim Çoku tjetër. Domethënë për një ide mund të jemi një mendimi të tjetra
unë me tjetrin të jemi me vi, pra më tepër është një debat, analizë për të gjetur modelin më të mirë. Antarësia reflekton bile ka disa vende, them fshatra, dikun të edhe më të mëdha që veç kanë fillu të funksionojnë si një. Më thonë janë si pilot projekte që vetë i kanë bashku forcat gjatë zgjedhjeve, kanë funksionu bashkë dhe thuj se janë shkri, më thonë, të një shtabit të Vlenit. E keni parasysh që dikun kemi edhe kandidaturat të pavarura, siç është Struga, edhe mund të jetë shembull një pilot projekt Struga, domethënë për ndoshta edhe Malet, domethënë atje mund të bëhet Vleni një, kemi rastin edhe tash në Vrapqish ku mbështesim kandidaturë të pavarur, ai deri dje ka qenë kryetari i Degës së Aleancës Shqiptarëve të Zjadin Selës. Mirëpo ka dalë si kandidat i pavarur dhe ne si Vlen kemi vlerësuar që është kandidatura më e mirë për Vrapqishtën, kandidatura më e përkapshme për qytetarët në Vrapqisht dhe pa xhelozi, e kemi mbështetur si kandidaturë që është në interes të qytetarëve të Vrapqishtit. Kështu që janë procese. Po, do të rikthehemi edhe një herë, domethënë zgjedhje lokale që do të përsëriten shumë shpejt. Zoti Florian, nga opsioni që i përmendi zoti Mexhiti, nga aspekti juaj profesional me që jeni edhe jurist edhe merreni me analizat të këtyre zhvillime politike, cili do të ishte më i kapshëm, mendoj, për momentin? Kështu tani te këtë temën e bashkimit të Vlenit në një parti, duket se e bëjnë sa më shumë aktuale këto opozita nëpërmjet mediumeve të tyre, dhe mendoj se ato e bëjnë me të vetmin qëllim sepse shpëtimi i vetëm i opozitës shqiptare dhe i BDI-s është përçarja e Vlenit. Ato shpresojnë që Vleni të përçahet me qëllim që ato të ringriten pastaj sa më kollaj. Ndërsa Vleni nëse është i bashkuar atyre nuk ju konvenon. Dhe ato me qëllim e aktualizojnë këtë temë për çdo ditë, sepse përpiqen që ndërmjet këtyre liderëve të Vlenit ato të nxisin përçarje, edhe kështu zili, si ta them, ndaj njëri tjetrit, me qëllim që përçarja të Vlenit të ndodhë sa më shpejt. Mirë, po unë mendoj se këto liderët e partive të Vlenit kanë eksperiencë në politik, janë të gjithë, domethënë, politikanë me përvojë të madhe, edhe janë fitues të zgjedhjeve në 2 ciklet e fundit zgjedhore, dhe me siguri se këto i kanë hetuar më mirë se ne që i kemi hetuar, dhe me siguri se nuk do të binë prej atyre propagandave të tyre, ndërsa sa i përket bashkimit në një parti, mendoj se nëse i shohim krijimin e partive, se si krijohet një parti, secila parti del prej ndonjë lëvizjes. Ndërsa lëvizjet krijohen në rrethana shoqërore të ndryshme. Dhe këtu e kemi patur në një rrethan, ajo rrethan ka qenë që BDI-ja ka qenë 22 vite në pushtet dhe është dashur të krijohet një opozitë e cila do ta çojë BDI-n në opozitë, dhe kështu erdhi edhe te bashkimi këtyre partive në Vlenin, domethënë edhe mendoj se edhe sot e kësaj ditë ajo funksionon si një lëvizje e cila quhet lëvizje e ndryshimit. E tani transformimi i kësaj lëvizjes në një parti politike, mendoj se është një proces i cili kërkon edhe kohë, edhe i cili duhet të ndodhë vetvetiu, ndoshta, edhe duhet të ndodhë prej poshtë lart, e jo prej lart poshtë. Dhe prandaj mendoj se këto dilemat se mënyra si do të formohet partia, edhe se mënyra se si do të zgjidhet kryetari i partisë, mua më duken më tepër çështje teknike, edhe mendoj se nuk duhen të jenë tema kryesore. Tema kryesore duhet të jetë si do të unifikohet trupi votues, edhe e përmendi këtu zotëri Mexhiti se vetëm në disa vendbanime ata janë duke funksionuar, dhe mendoj se krijimin e Vlenit në një parti të vetme do ta bëj vetë koha. Mendimi im është se nuk është diçka shumë emergjente që duhet ndodhë nesër ose pas 2 muajsh. Mirë po, nga aspekti i demokracisë është duhet në zgjedhjet e radhës duhet të bashkohen, për shkak se ne të gjithë kemi thënë se duhet të ekzistojnë 2 blloqe të shqiptarët, një pushtet edhe një opozitë. Edhe nëse është ashtu, atëherë duhet krijohet një parti siç është Vleni, dhe në zgjedhjet e radhës, që do të jenë zgjedhjet e treta që këto janë së bashku, domethënë është e pëlqyeshme që të jenë si një parti.
Zoti Megjiti, e nisët pak a shumë për zgjedhjet lokale me 11 janar, domethënë do të përsëriten zgjedhjet 4 komunë në mesin e tyre edhe Vrapçisht do të përsëriten dhe në Gostivar. Në raundin e parë pikërisht në këto 2 komuna triumfoi opozita. Tani keni një timing prej pak a shumë 2 muajve ca. Ju do të garoni edhe në Vrapçisht prap edhe në Gostivar. Mendoni se periudha prej cilën po flas, periudha kohore është e mjaftueshme për të triumfuar në këto 2 komuna? Para porësia e qytetarëve në Vrapçisht dhe në Gostivar ishte se janë të pakënaqur edhe prej BDI-s, AKI-s edhe prej Vlenit. Me vetë faktin që nuk u arrit cenzusi, ishte porësia e qytetarëve që nuk janë të kënaqur me kandidaturat, me ofertën, me programin për Vrapçisht dhe Gostivar, dhe mendoj që këtë porësi ne kemi marrë, prandaj ne kemi shku me të ndryshim të kandidaturave, ndërsa opozita shkon me kandidaturat e njëjta, ku nuk pat cenzus. Siç përmenda, pra në Vrapçisht ne kemi shku pak më larg, pra kemi përkrahur një kandidaturë e cila vjen deri dje ka qenë pjesë e AKI-s, Zjadin Selës, i cili kandidati, domethënë, ka dalë si kandidat i pavarur dhe që ka mbështetjen edhe të Vlenit, sepse ne kemi vlerësuar edhe mbas të anketave, të anketimit që është bërë edhe në Vrapçisht, në fshatrat atje, që është kandidati më i preferuar edhe që e duan pra qytetarët e Vrapçishtës, prandaj edhe kemi vendosur ta mbështesim kandidaturën më të mirë. Në Gostivar njëtë pra kemi shku me kandidaturë të re, me një kuadër i cili ka një background që domethënë një kohë gjatë ka qenë pjesë e BDI, sepse kemi parasysh që BDI dhe Alianca Shqiptarëve e Taravarit në Gostivar janë më të shtrira. Kjo ka qenë strategjia dhe ka një vlerësim nga qytetarët që është kryetari, si kryetar komune, zoti Beta është kryetari që ka bërë më shumë ti për Gostivarin. Prandaj edhe në anketa na del si kandidati më i preferuar për qytetin e Gostivarit, dhe kjo është arsyeja që Vlen vendosi pra të mbështet kandidaturën e Nevzat Betës, pra thjesht pra jemi bazu jo tek ngjyrat partijake, po tek anketat dhe vlerësimet e qytetarëve, dhe kjo është ajo që veç po shifët një lloj euforie, optimizmi për ndryshim edhe në Vrapçisht dhe Gostivar, dhe duhet ta kemi parasysh që një prej motiveve të strukturave të AKI-s ka qenë se do i fitojmë zgjedhjet lokale për të shkaktuar zgjedhjet e parakohshme parlamentare për të rikthyer në qeveri. Edhe këtë motiv nuk e kanë humbur të antarësia vetë, tashmë janë thjesht pra zgjedhje lokale, zgjedhje për kryetar komune, nuk ka as për antar këshillave. Domethënë është një zgjedhje ku qytetarët pra duhet të përcaktohen kush do të udhëheq në Gostivar dhe Vrapçisht, dhe mendoj që edhe Gostivari dhe Vrapçishti nuk do mbeten pas, po do shkojnë me qeverinë, sepse është një qeveri që i ka mbështetur si asnjë qeveri deri më tash komunat në përgjithësi, po edhe komunat shqiptare me projekte konkrete, me fonde konkrete, edhe mendoj që qytetarët do japin shans edhe Gostivarit dhe Vrapçishta që edhe komunat e tyre ta përkapin këtë mundësi të ardhë, pra ta kenë përkrahjen e fuqishme të qeverisë për projekte konkrete, për ndryshime pra në Vrapçisht dhe Gostivar. Dhe këtu duhet ta kemi parasysh se vetëm AKI ka filluar të shpërbohet. Zjadin Selën nuk e kanë brenda, dhe do shohim si do janë raportet brenda BDI-s dhe ASH-s së Taravarit. Mendoj që nuk e kanë lehtë antarësia e BDI-s pra të voton një kandidat pra që vjen nga ASH-ja me të cilën kanë qenë në luftë vitet të tëra, kur e din që nesër do e kenë derën e mbyllur në komunë, antarësia BDI-s e ka të mbyllur edhe në qeveri dhe mbeten pa asnjë pushtet, kështu që e din që më lehtë do e kenë të arrin tek edhe në Vrapçisht edhe në Gostivar të kandidatët e Vlenit.
Mendoni se BDI-ja do të pajtohet që të ngelet në... Jo BDI-ja, unë flas për antarësinë e thjesht, sepse ato nuk janë numra. Fundit, ajo thjesht logjikon me atë që BDI-n nuk e ka në pushtetin qendror, dhe duhet vrapon që mos jetë as në pushtetin lokal, pra të janë kandidatura që nuk i takojnë BDI-s, dhe të vrapojnë dhe nëse ta kenë derën e mbyllur, kështu që janë racional, ato më para vlerësoj që dhe votojnë në Zot Betën se sa një kandidat nga she. Zotin Esimi, cile do t'jetë atuja apo handikepi i vlenit për këto zgjedhje? Ajo që nuk ka rrit cenzusi në raundin e parë, i cili, siç tha zoti Megjiti, është një mesazh, apo ndryrimi i kandidatëve që do të garojnë me kandidatë tjerë në zgjedhjet lokale të 11 janarit? Tani të këto dy komuna shqiptare, se në 4 komuna ishin që nuk ka rrit censusi, është se për shembull tani AKI-ja garon me të njëjtët kandidat, që është normale sepse ato fituan në herën e parë. Ndërsa vleni ka ndryshuar kandidatët, gjë që është shumë pozitive, se ka pranuar mesazhin e votuesve dhe tani është shumë demokratike të garosh me kandidatë tjerë. Mirë, po duhet ta kemi parasysh se për shembull, sikur me 19 tetor të ishte arritur cenzusi, tani nuk do të ishte në Kostivar Nevzat Beta kandidat, ose në Vrapçish nuk do të kishim tjetër dhe do të kishte përfunduar çdo gjë. Mirë, po ne duhet të kushtojmë shumë rëndësi kësaj punës censusit sepse nuk është arrit. E para është, mendoj se emigracioni, posaçërisht në komunën e Gostivarit. Të dhënat nga regjistrimi i popullsisë tregojnë se në komunën e Gostivarit ka 64.000 shqiptar, edhe rezident edhe jo rezident bashkë. Mirë, po prej tyre 33.000 janë rezident, ndërsa plot 31.000 janë jo rezident. Do me thonë gjysma e shqiptarëve të Gostivarit jeton jashtë shtetit. Edhe kjo është arsyeja kryesore pse nuk është arritur censusi, ndërsa arsyeja e dytë është sepse kishte votues të BDI-s të cilët ishin të mllefosur sepse nuk e kanë kandidatin e tyre dhe i kanë bojkotuar zgjedhjet. Ndoshta po ashtu ka pasur bojkot edhe nga ana e votuesve të Aleancës së Taravarit, për shkak se ai bëri koalicion, do me thonë para zgjedhor, për zgjedhjet lokale me BDI-n. Mirë, po tani te kandidimi se u bë pak tani në këto zgjedhje tash me 11 janar nuk kërkohet cenzusi. Mirë, po është shumë e rëndësishme që të arrihet ky cenzusi sepse jepet një mesazh. Do me thonë mesazhi që do të jepet do të thotë se ajo që ndodhi me 19 janar ka qenë vetëm një rastësi, edhe mesazhi duhet të jepet se të tregojmë se shqiptarët kanë vedije politike për dalë një zgjedhje dhe që të mos përsëritet pastaj kjo problematika censusit edhe në komuna tjera. Dhe në këtë aspekt, për shembull, kandidimi se bëri pak buj kandidimi i Nevzat Betës. Do me thonë, mendimi personal është se në qoftë se zotëri Nevzat Beta arrin që të mobilizoj shqiptar që të dalin sa më tepër në zgjedhje. Pa marrë parasysh të fitoj ajo, vetëm të mobilizoj që të dalin, që të i kalohet e pragu prej 33%. Edhe pse nuk kërkohet, nuk është me rëndësi, duhet t'japim mesazh se duhet të arrihet ai pragu. Dhe nëse Nevzat Beta arrin që të mobilizoj votues, të dalin dhe ta përkrajnë, të kalohet ai pragu, mendoj se kandidimi i tij duhet të shifet në aspektin pozitiv. Zoti Megjiti, cilat janë kështu zhvillimet e fundit, po kalojmë te parlamenti. A ka zhvillime, a ka paralajmërime, sepse këtyre ditëve është spekuluar edhe shumë nëpër mediat, sidomos nëpër rrjetet, nëpër portalet e ndryshme informative se do të ketë disa deputet do të mund t'ju bashkangjiten edhe e koalicionit Vlen? Ka bisedime, ka negociata, me siguri presin edhe epilogun Gostivar Vrapçish, mendoj që do ketë zhvillime. Zoti Florian, informacionet të këtilla keni patur ju? Po, aty pat disa lëvizje, njëherë nga AKI-ja doli zotëri Sela, me 4 deputetët që ishin, pastaj pat edhe një deputet tjetër, zotëri Ilir Demiri, i cili pastaj u largua nga kjo treshje dhe tani megjithëse ai nuk ka dhënë ndonjë sinjal se në cilën anë do të thonë do të lëviz, mirë, po duket se kjo shumica parlamentare dhe që është në qeveri përpiqet që të rrisë numrin e deputetëve për shkak të këtij problemi të badenterit, se duhen 20 deputet, 39 deputet janë të gjithë prej komuniteteve tjera që jo maqedonase, edhe tani 20 duhen edhe
nuk e di sakt, më duket se te 16 momentalisht janë. Mirë po, duhet shifet mendoj edhe kjo nëse Alianca e Taravarit fiton në Gostivari dhe në Vrapshish, mendoj se do të largohet pastaj edhe nga BDI-ja, se do të fillojnë pastaj të deklarojnë se qendra opozitës shqiptare është Gostivari, si që e tha edhe një herë. Mendoj se është me rëndësi të arrihet kjo çështje e Badenterit për shkak se duhet votohen edhe disa ligje për të cilat është e nevojshme kjo shumica e Badenterit. Mirë po, deri tani vetëm kjo lëvizje e zotërit Ilir Demiri ka ngelur pak, më duket se e pa qartë se cilën anë do ta mbajë, ai vetë personalisht nuk ka qartësuar diçka. Zotë Megjiti, keni kontakte me zotin Ilir Demiri? Kontaktojnë deputetët parlament, shifën, bisedojnë, ka tendencë për rritje të shumicës parlamentare. Jo vetëm për shumicën e Badenterit, sepse edhe deri tash në momente kyç është siguruar në mënyra të ndryshme. Po edhe çështja tjetër është që një përqindje e vogël, domethënë të ligjeve kanë bëjnë drejt për drejt me Badenter. Po mirë është, po jo vetëm për atë, pra lëvizjet janë sepse në këto zgjedhje ato nuk u ballafaqun me humbjen e shpresës, domethënë si opozitë shqiptare me akrobacionet që i kanë bërë, edhe mendoj se ajo është rezultati i asaj do jetë edhe lëvizja edhe të strukturave, edhe deputetëve, edhe të antarësisë drejt Vlenit. Kreu i ekzekutivit Mickovski gjithsehër ka deklaruar se nuk është interesuar për zgjedhjet e parakokshme. Mirë po ka zëra që thonë presioni për ndryshimet kushtetuese pas vitit të ri kushtimisht do të shtohet dhe në këtë mënyrë do të jetë i detyruar të bëjë diçka të tillë. Ju jeni për zgjedhjet parakokshme dhe a jeni të gatshëm për një gjë të tillë? Më thonë se kjo tema e zgjedhjeve parakoshme më tepër ka qenë prezente para zgjedhjeve lokale. Kjo ka qenë një rren, një motivim i rrejshëm është edhe ajo lejohet kur ka fushat nga AKI-ja, sidomos nga BDI-ja që me projektuarën, domethënë që do fitojmë zgjedhjet lokale, do fitojmë komunat, mandej do shkaktojmë zgjedhjet parakoshme dhe do kthehemi fuqishëm në qeveri. Edhe shifni që pas zgjedhjeve lokale, pasi e pan epilogun, rezultatin e zgjedhjeve lokale, është shujt si temë, edhe nga vetë ato më nuk e përmendin. E dyta, me rëndësi janë shumë komunat edhe për zgjedhjet parlamentare. Keni parasysh në zgjedhjet e kaluara parlamentare ka pas dallim nga AKI vis-a-vis Vlenit vetëm në zonën 5. Dhe arsyeja ishte një prej faktoreve ishte se BDI i sundonte i udhëhiqte gjitha komuna, duke filluar Kërçov, Pllastnic, Divër, Struk, Dollnen, i pozicionu mirë në Ohër, Manastir, Presp, dhe këto ishin arsye, do të thonë që i krijon një lloj avantazhi BDI-s në zgjedhjet e kaluara parlamentare, por tashmë nuk e ka. Strugon e kemi ne, Divrën e kemi ne, Dollnenin e kemi ne, kemi 10 komuna, mund të fitojmë edhe një, dy domethënë tjera, kështu që ne jemi shumë në situatë më të favorshme edhe për zgjedhjet e parakoshme, por unë vlerësoj që maqedonistë nuk i duan zgjedhjet e parakoshme parlamentare, sepse kjo shumicë është 2/3 e parlamentit i ka, domethënë është historikisht ndoshta shumica më e madhe që ka pas ndonjë qeveri e Maqedonisë, një shumicë stabile, stabile, që mendoj që duhet fokusin ta ketë tek premtimet, tek realizimi i programit, tek problemet e qytetarëve dhe jo për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme ku do dilte një rezultat i ngjashëm, vetëm do i kushton financiarisht buxhetit të shtetit dhe do ishte handicap për biznesin sepse në ato 6 muaj nuk funksionon se asgjë për punësimet, avansimet, pra nuk fitojnë qytetarët nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Pra vlerësim ta rezumoj, ne jemi shumë më të përgatitur dhe në situatë më të favorshme për zgjedhjet parakoshme sepse fitues i këtyre zgjedhjeve lokale ishte Vleni. Pra nëse partitë tjera pra kanë rënje ose e kanë vërtetuar rënjen, Vleni ishte ai i cili u ngrit në këto zgjedhje lokale.
Por vlerësojmë që prioritet duhet jetë programi dhe premtimet që kemi dhënë para qytetarëve. E përjashtoni këtë presionin nga ndërkombëtarët pas vitit të ri për ndryshimin? Nga kontaktet që kemi, domethënë nuk ka ndonjë presion për të zgjedhur. Për t'i përfshi Bullgarën kushtetues. Ajo është një presion i përhershëm, domethënë jo presion, po është alternativa vetme e Maqedonisë, që duhet gjejmë forca, duhet gjejmë energji për ta përmbyllë si çështje, për të hapur rrugën drejt integrimit evropian si alternative vetme e Maqedonisë. Zoti Nesimi? Po, për zgjedhjet e parakohshme vetë kryeministri Mickovski disa herë ka demantuar këtë çështje, disa herë radhazi nëpër mediume dhe ndërsa në paraqitjet e fundit bile ka deklaruar se është shumë decisiv se zgjedhjet e ardhshme do të jenë zgjedhje të rregullta të vitit 2028. Por mendoj se edhe nëse mbahen zgjedhjet parakohshme parlamentare, ato nuk mund të mbahen tani 2026, por mund eventualisht domethënë një vit përpara përfundimit të këtij mandati, domethënë në vitin 2027. Mirpo kjo u bë pak aktuale më shumë, më duket se në disa mediume maqedonase, të cilët përpiqen ta lidhin me këtë çështjen e ndryshimeve kushtetuese, futjen e bullgarëve në preambull, dhe kinse Mickovski nuk mund të bëjë ndryshimet kushtetuese pastaj të shkojë në zgjedhje, mirpo një herë të organizojë zgjedhjet parakohshme e pastaj të bëjë ndryshimet kushtetuese, ndërsa te ky bloku tjetër, bloku shqiptar, shohim se pas zgjedhjeve lokale edhe BDI-ja edhe opozita tjetër nuk e kanë përmendur këtë çështjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, pasi e pan rezultatin, besoj. Edhe diçka tjetër që nuk e përmendin kohët e fundit është edhe ekiparimi fituesi me fituesin, edhe atë nuk e kanë deklaruar, ndërsa te kjo rezoluta e pa se tani heqin dorë dhe nga ajo, se ndoshta tani edhe ato pse i ikin kësaj tani fituesi me fituesin, ndoshta ka filluar edhe që të frigohen se në zgjedhjet e radhës nuk do të dalin si fitues, po gjithsesi mendoj se tani pasi mbahet do të kemi edhe rikonstruim të qeverisë diku nga marsi. Atëherë ajo është edhe një dëshmi tjetër se nuk do të ketë zgjedhjet parakohshme, se sikur të ketë atëherë nuk bëhet rikonstruimi i qeverisë. Rikonstruimi i qeverisë tregon se në një afat më gjatë kohor nuk do të kemi zgjedhje. Zoti Mexhiti, që për në fund mos ju ngelim borxhe dhe diçka të shtoni që megjithatë ne nuk e kemi para pasi si pyetje. Mendoj si trajtojmë temat, po nuk do jetë kjo, domethënë do kemi raste të tjera të besojmë me çështje të tjera. Mos ju ngelim borxhin në atë kontekst. Jo, domethënë sot pak më vonë pra presme edhe ministrin e punëve të jashtme zonës Stiropoli në vizitë e cila është në Republikën e Maqedonisë, takime të gjitha niveleve, dhe domethënë besoj që do jetë edhe një fillim i ri i marrëdhënieve domethënë me Shqipërinë, për ne shumë e rëndësishme. Kështu që besoj që do jetë një vizitë produktive, pozitë që do hap horizonte të reja të bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve dhe sidomos për bashkëpunimin shqiptar-shqiptar. Edhe këtë event me shumë kënaqësi ne si redaksi do ta ndjekim. Atëherë përfitojnë nga rasti që ju falenderoj për kohën që më datë për emisionin e radhës Dialog me Lajm. Faleminderit për hapësirë. Faleminderit. Faleminderit.